Prokuroria e Fierit ka dërguar në gjyq një avokate e cila ka mashtruar disa persona duke u marrë shuma parash pa hapur asnjë proces gjyqësor. Bëhet fjalë për shtetasen me inicialet AB, e cila akuzohet për veprën penale mashtrimi. Sipas njoftimit të policisë, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjyq shtetasen AB për veprën penale mashtrimi më shumë se një herë. Nga hetimet pas denoncimeve të bëra nga shtetas të ndryshëm, rezultoi se e pandehura AB në cilësinë e avokates, nëpërmjet gënjeshtrës i ka përvetësuar personave të ndryshëm shuma të ndryshme monetare me pretendimin se kjo vlerë i duhej për përfaqësimin si avokate, por në fakt nga ana e të pandehurës nuk është hapur asnjë proces gjyqësor apo nuk janë kryer veprimet administrative apo procedurale të pretenduara prej saj. Për ta bërë të besueshme pretendimin e saj, në raste të caktuara, ajo i ka dorëzuar shtetasve akte që përmbajtja e tyre nuk përfaqësonte realitetin. Kjo mënyrë veprimi nga e pandehura është përdorur dhe në raste të tjera dhe përgjithsisht të dëmtuarit identifikoheshin shtetas të cilët jetonin jashtë territorit dhe nuk kishin mundësi të ishin prezent në çdo kohë në Shqipëri dhe nuk kishin informacione në lidhje me procedurat gjyqësore apo administrative që pretendonte që ndiqte avokatja në emër të tyre. Në përfundim të hetimeve, organi akuzës ka dërguar për gjykim të pandehurën AB për veprën penale mashtrimi më shumë se një herë në dëm të viktimave AS, KS, OSH dhe DL, dhe të veprës penale mashtrimi me pasoja të rënda në dëm të viktimës MSH. Gjithashtu dhe për veprën penale falsifikim i dokumentave.